Say you Jay. Yes, Respekt. Monsieur. Në vazhdën e marrëdhënieve të mira midis tifozërisë Kuqe Blu, shoqatës të tifozëve të Zjarrit Vllaznis me Sport Klub Gjakovën, kena menu që të organizojmë një ndeshje miqësore me veterantë e klubit Gjakovës, shoqata tifozave edhe kjo bëhet për një miqësi vllazërore, sepse Shkodra Gjakova shuhen për miqësi të hershme, tradicionale, dhe kjo ndeshje është diçka e bukur, me siguri, besoj që edhe miqt janë të mirë pritur, do të kënaqen atë gjithë bashkë këto në mënyrë vllazërore. Faleminderit. Unë s'kam çka të thosh tjetër përveç që t'i falenderoj vëllezërit tonë nga Shkodra, tifozëri e cila ja ka lakmi e gjithë Shqipëria dhe Kosova, si këta që unë e shoh dhe e përcjelli shumë futbollin shkodran. Për fat mirë këtu kemi edhe një yll të futbollit kombëtar, të cilin jemi rrit me emrin e tij, kemi përcjell gollat e tij edhe lojën e tij, kështu që është nder sot që kemi. Faleminderit Rudi, se kemi mesin tonë na ki nderuar shumë. I falenderoj edhe miqt nga Shkodra të gjithë, nga zemra, se tash jemi bove që jemi misu shumë, edhe inshallah shpejt ja u kthejmë në gëzime. Ju presim në Gjakov. Sigurisht që më takon edhe mu dy fjalë me i thanë. Sigurisht që Sandri dhe shoqata tifozave Kuqe Blu janë pjesa më e rëndësishme e futbollit shkodran, sepse janë ato që me të vërtet sakrifikojnë shumë për me mbështet vllazninë e Shkodrës në çdo cep të Shqipërisë dhe me tej. Kur më tha Sandri që kena organizuar diçka interesante me klubin e Gjakovës, me vëllezërit tanë nga Kosova, sigurisht që ishte kënaqësi edhe për mua me marr pjesë këtu, edhe me i ba pritjen si në Shkodran dina me i ba, edhe me i respektu dhe në pikën e fundit, sepse trojet tona janë gjithë shqiptare, edhe kjo na afron me bashkimin e tokave tona, edhe të kombit tonë, e populli jonë. Shpresoj që nëpërmjet këtyne organizimeve nuk kena pse me e quajt prap që i Kosovës ose i Shqipnisë, po me kanë e marrë Shqipnia bashkume, edhe me pas lirinë, me kanë tokën tonë gjithandaj pa si lloj trishtimit, as si lloj mendimit ndryshe. Shpresoj që ta vazhdoni, e shpresoj që ta forconi këtë miqësi, sepse është vërtet domethënëse, sidomos të për ju që Shqipëria po kalon një situatë delikate. Pra ka domethënie të madhe, sepse ne duhet me luftu për tokën tonë, duhet me emërojt tokën tonë, se jena vllazën tanë bashk, edhe tanë bashk kena me ditë me emërojt, me luftu e me ndërtu si duhet. Faleminderit.
Shkodra, Rudi Vatës dhe Gjakova E Lorik Canës. e Lorik Canës. Interesant. Dhe njërë dërdugjitje shumë e fort për Rudi Vatën dhe Lorik Canës. Rudi, faleminderit. Knaci, Ishte kënaqësia jone. Knaci, vlla, knaci. Kemi qef të na vizitonin Gjakovë. Ta Ju purisë presim. se... Për e dinën e famshëm nga mushë, sigurisht që unë si përkas politik, për i përkas tyne burave që luftojnë për shqiptari. Boni boksë që boni, nuk keni si futbolist, nuk keni si boksierë, kanë të mushtë që kanë to. Ju atje, ju. Oj, ju për blot atje.
deri Kamerunit. Ska jag hålla Jean? Ardien! Ska jag hålla Jean? Ko kam ajtë? Ko kam kënë? Që topi Sander, merrem me vete. Edhe pse kem fitu se marrem në ato. Nderuar.